Përplasën për vdekje kirurgun 63 vjeçar çfarë ndodhi me 2 shqiptarët. Një shqiptar do të përballet me gjyqin pasi mohoi vrasjen e një 63 vjeçari në Britaninë e Madhe teksa po udhëtonte me shpejtësi të lartë. Në gjykatën e kurorës Maidstone, Albert Matraxhiu mohoi të ketë shkaktuar vdekjen e Wallis për shkak të drejtimit të rrezikshëm të mjetit. Sipas mediave britanike, gjykatësi Julian Smith e pranoi këtë duke shtyrë seancën e radhës në 13 korrik me akuzën e drejtimit të rrezikshëm të automjetit. Matraxhi pranoi akuzën e ngritur ndaj tij dhe i bashkëpandehuri Erald Paci, 29 vjeç, pranoi të njëjtën akuzë. Gjykata dëgjoi se si të 2 shqiptarët e braktisën makinën pasi ajo goditi kirurgun si dhe i morën targat. Gjykatësi Smith tha, këta të dy bën çmos për t'i shpëtuar përgjegjësisë dhe detyrimeve. Ju vendosët të pengoni edhe të prishni hetimet dhe do të ndëshkoheni. 2 shqiptarët janë lënë në paraburgim deri në përfundim të gjyqit. Kirurgu dentar, babai 3 fëmijëve, i cili punoi në Medway Towns gjithë jetën e tij si kirurg, u përplas nga një makinë Mercedes pranë kryqëzimit dhe Waterside Lane. Ai ndroi jetë në autostradë rreth orës 12:10 pasditën e 29 dhjetorit. Një postier dhe një banor aty pranë nxituan për ta ndihmuar dhe një ekip ambulance mbërriti për ta trajtuar, por ai u shpall më vonë i vdekur në vendngjarje.